Vetëm pak orë para mbajtjes së protestës paralajmëruar në sheshin Skënderbej në Tiranë, në përkraje të ish-krerëve të UÇK-s, që po gjykohen në Hag, qindra qytetar nga Prizreni janë nisur drejt kryeqytetit shqiptar. Sipas kryetarit të degës së OVL të UÇK-s në Prizren, Isa Berisha, interesimi për pjesëmarrje në këtë protestë është jashtëzakonisht i madh. Shumë qytetarë janë organizuar vetë, duke udhëtuar me automjete personale, ndërsa të tjerë janë nisur me autobusa të organizuar. Si po ndjeni? Shumë mirë kënaqem. Me 80 vjet më shku më bën një argat. Aty në Hag fati më i madh për mua. Edhe ndeksh episodit shumë jetë parak. A mendon që po mbahen padrejtësisht atje në Hag? Po padrejtësisht, fillim e mbarim, padrejtësisht. Padrejtësisht, po na ka mujt forca edhe gjithmonë se UÇK-ja është thelbi, është ynyra, është maji qimitëv i krejt çlirimit të Kosovës. Se be po boj UÇK-ja erdhen Amerika, erdhen shtetet tjera në animutën. Si thënë, pjesërisht i lumtur që po shkojmë, ndërsa për shokët tonë që kemi në Hag, shumë keqen i vetë. Po mendoj si jo, pa ta janë në drejtën, nuk janë bën krime si që po pretendohet nga gjyqi i Hagës, edhe besoj se do të lirohen shpejt. Kemi mësuar për Tiranë me shku dhe kemi obligim qytetar për ata që ndin vetë shqiptar ose do kur me dalë në Tiranë me bashkangjit protestës, të cilët mbahen njerëzit padrejtësisht në Hag dhe kërkojmë lirimin e tyre sa më shpejt. Zotri Hashim Thaqit, Jakub Krasniqit, Recep Selimit dhe gjithë veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës që bëjmë thirrje që të marrin pjesë masëvisht dhe të dalëm dhe të përkrahojmë protestën që është obligim për çdo qytetar dhe për çdo ato që ndin vetë shqiptar të merr pjesë në protestën e Tiranës. Pjesëmarrësit të mbushur me emocione dhe ndjenjë të thellë solidariteti u shprehën se kjo protestë është mënyra më e drejtë për të ngritur zërin kundër padrejtësive që sipas tyre po u bëhen udhëheqësve të UÇK-s. Disa nga qytetarët ishin Hali Zeg Berisha, Shaban Gashi dhe Bekim Dobruna, të cilët theksuan se ndihen të detyruar moralisht të jenë pjesë e kësaj proteste për të treguar për kraje. Po si që dini edhe ju, kjo është një protestë gjithëkombëtare e cila organizohet në mbrojtje të vlerave të ushtrisë shqiptare të Kosovës, në mbrojtje të liderëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe në mbrojtje të shtetësisë së Kosovës. Kështu që organizimi është nivel edhe ka interesim jashtëzakonisht madh dhe kemi organizuar edhe me autobusa dhe makina private, kështu që do të jetë një protestë gjithëkombëtare paqësore dhe besoj që do ta merr edhe mesazhin e dur. A do të jetë fundit apo do vazhdoni? Këto nuk mund me thonë, pasi që është protesta e tretë e cila po organizohet në vazhdimsi, kështu që për momentin nuk mund me thonë kurrë. Ndryshe, organizatorët kanë theksuar se protesta do të jetë paqësore dhe synon të përcjellë një mesazh të qartë uniteti, drejtësie dhe respekti për sakrificën e ish-luftëtarëve të UÇK-s, ndërsa pritet që në orët në vijim, mijëra qytetarë nga mbar troje shqiptare të mblidhen në zemër të Tiranës për të kërkuar që zëri i tyre të dëgjohet.